Je gati? Gjithmonë gati. Dikur ishte gjithmonë gati. Të ka ngel si refleks, domethënë. Patjetër. Shik, unë jam njëri që vjen nga dy sistemet. Pra brezi im është i dy sistemeve. Duam ne ngel pak ajo. Ngelen, po. Por gjurmë lë vetëm shia. Dhe nuk nje as kufi. Pra janë gjurmë që mbeten. Gjurmë që mbeten paska, që një film. Këtu unë kam mishin e grirë, sepse më do të sapun, dhe unë prandaj e nisa direkt në shpet. Ka mishin e grirë, dhe tek mishi grirë, unë vendos direkt qepën, që të bëhet. Që të bëjmë me këto? Më duhet krepa me mish të grirë dhe me beshamel. Pra, kam fazën e parë, që vendos qepën, mishin e grirë e kam vendosur në ujë dhe shumë pak vaj, derisa them unë që mishi kokrizohet. Do të shtoj qepën, tek qepa do të shtoj kripën. Pse e shtoj tani kripën? Nëse unë do kem mishin e grirë, nuk e shtoj kripën në fillim fare. Pra, është i bërë mishi grirë, tani shtoj kripën dhe e merr shien tani, sepse bëhet më i fortë nga kripa mishi. Pakës fare. Po patjetër që do të shtoj edhe salcën dhe një përzierje të mirë. Kjo është një salcë speci, që e ka, është salcë speci me domate, sepse shoh ngjyrimin e salcës. Dhe e lë që të bëhet. Pra, ordhëm produktet e para. Të tjera produkte sigurisht që do t'i lexojmë tani. Produktet e tjera. Se do të zëmë edhe brumin e krepa, po e ke zënë. Këtu kam edhe specat, gjë që do t'i shtoj pak më vonë. Kjo është pjesa, faza e parë. Faza e dytë është shtoj miellin, përbërësit e krepës. Miell, qumësh, po të doni u mund të shtoni ujë, nëse s'keni qumësh, por unë kam përdorur qumëshin, sepse produktet që marrë dhe produktet e Blumetit duhet lënë gjurmë, kjo është, se thjen gjurmë, po. Kam krip, pak fare sheqer, mund të shtoni dhe pakës vaj, që t'i gani, mos të ketë nevojë që ne t'i vendosim vaj. I vendosim pak fare gjalpë dhe jemi në rregull. Kjo mas duhet të qëndroj patjetër. Prandaj dhe kam bërë gati. Sa më shumë të pushoj, aq më kollaj. Miellin. Piqe në to. Gjalpin, qumshin për beshamelin. Gjë që tani unë i vë në zjarr, i kam të gjitha në vi, prandaj tash jam gjithmonë gati. Tani traditën po tradita sa më e shija që na çon në histori, është ama ai kosi i athët që prihet me thikë, siç e zinte gjyshja dhe këtë mundësi e kemi të shijojmë prej traditës nga kompania Lufra. Ndërkohë i ripërsërisim produktet, sepse këto krepa kanë dhe beshamelin sipër, do t'i vendosim më pas në furrë për të pjekur dhe do t'ju ndihmoj shumë kjo listë me përbërësit për ta ndarë punën në 3 pjesë. Krepa me mish të grirë dhe beshamel në furrë. Për krepat, pra brumi i krepave, ju do 2 vezë, 1 gotë qumësht, me të njëjtën gotë ujë, 1 gotë ujë, 3 lugë gjelle vaj, 1 gotë e gjysëm miell dhe krip. Këto janë përbërësit për brumin e krepave. Për mbushjen, ju duhet mish i grirë, qep, spec, salcë domatesh, krip dhe erza sipas dëshirës. Mbushja kjo. Më pas kalojmë tek pjesa e përbërësve të beshamelit. Ju duhet 1 apo 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 gota qumësht, djath kaçkavall i grirë. Lexova përbërësit e recetës së krepave me mish të grirë dhe beshamel në furrë. Beshamelin. Ne përgatisim beshamelin. Kemi përgatitur brumin e krepave, kemi përgatitur mbushjen dhe tani është radha e beshamelit. Miell gjalp dhe do t'i shtojmë masën e kripës. Ndërkohë, shifeni këtu. Ja, që bëhet të nga fronti tjetër. Ku jam? Këtu jam? Po. Ka shtuar majan, është aktivizuar. Kjo për të përgatitur se jemi në fundjavë. Dhe në fundjavë, çfarë konsumojmë dhe çfarë gatuajmë? Petulla. Do t'i sjellim pas krepave, petulla për fundjavë. Pra Kjo dhe specat aty? Kam specat.
I vendos kapakun. Dhe shif, nëse unë shoh që kam pak beshamel, një përpulje Por ne bëjmë aq krepa sa beshamel kemi, kështu që në rregull na shkon. Apo thua në kushtet kur na duhen të dyja bashkë. I shtojmë edhe sasin tjetër të ujit apo të qumështit. Vendos edhe pak ujë, nga që qumësh gjysëm ujë. Do t'i kaloj në këtë krah. Vendos ujë që të vendos edhe një vezë që ta kem mos të trashet fare. Nuk shtoj as armoskat, as piper, as gjë. Do t'a bi pak të lëngshme, përse t'a bi të lëngshme? Sepse dua të merre me brumin e petullave. Do t'i lë. Sa të filloj ajo të trashet? Në qetësinë e tyre. Dhe normalisht një vezë mund të shtoni në të kundërt jo, po mund të them përderisa ju keni ko vital në tryez. Po shtojeni po çfarë? Shtojeni. Nëse jep, edhe shije e plotson. Jep shije, është e mundaf kur të punosh e ka difent, ajo është pra ime e ka difent. Diku ne, për të pasur një vezë, tigani, që ishin 3 vezë, dhe nëse do ishe 4 kalamoj, do bëheshin 3 vezë, nëse do bëheshin të skuqura i shtoje pak miell, pra nëna tona kanë qenë nëna legjendare, heroina. E lë, kaq. Ja, të ngrohet pak dhe po e shtojmë gradualisht. Sa mund të bëjmë këtu me këtë brum? Sa mund të kesh llogaritur? Sa të doj të zemra jote? Sa të japësh fundin? Ne që do t'i bëjmë çik të plota. Po kemi gjatë të mbushje. Pesha, peshon ajo. Është shumë e kot që ndim se ti futet kuzhinieri, sepse në këtë rast tani e ke vetë loja. Okej, nga një garuzh është boll pra. Ti e di. Sa i do të plota? Ti e di. Ti e di atë vetë ashti. E mirë. Sepse në fund them, ashtu e bëjmë. Tani do t'i mbështjellësh? Jo, s'ka problem se sa krepa bëjmë për ditë. Do t'i mbështjellim dhe do t'i pjekim, ë? Ja, do t'i vendosim. Tek, pra do t'i mbushësh, nuk do t'i mbështjellësh kështu si role. Krep do vendos mbushje dhe në fund fare beshamelin. Patjetër që furrën e kam parangrohur, nuk harrojmë këtë gjë. Edhe nuk e di s'po pyet sot. E shef kam çfarë di që se kam thënë në më të mirën time të mundshme. Faktikisht u kam qenë në më të mirën time të mundshme, por jam në më të mirën time të mundshme. Po ndryshon gjendja e kujtdo. Ne kemi pak më të vështirë për ta fshehur. Filloj të zbutet brumi. 1, 2, 3. Ja. Këtu. Edhe kjo këtu. Heqim pak yndyrën se si shumë i kam shtuar. S'ka gjë se e para gjithmonë kështu është. Jo, po s'më lët që t'i jap atë formën e tiganit. Se unë kam vendosur vaj brenda. Po. Edhe normalisht. Okej. Ja, filloj dhe vendos të gjitha masat e brumit. Këtu, sikur t'i shtoj pak sa këtu se i kam bërë si shumë të voçkla. Dhe do t'i mbulojmë, besoj, do t'i skuqim në pjesën tjetër ne. Kemi atë hapësirën tonë të pushimit dhe aktivizohet më tepër majaja, brumi. I ke bërë të barabarta, 7-8 petulla, nga 2 për person, vetëm 4 i bie të konsumojnë sot, apo pojnë lam nga 1, shofi, me djath, me mjalt, me reçel kemi, marmalat kemi aty në frigorifer, të gjitha. 2 unë, 2 ti dhe të tjerë janë për të gjithë. Ja se ka dhe krepa, kemi dhe gatim tjetër më pas, kështu që bëjmë një përmbledhje tani të përbërësve dhe njerë po ja rikujtojmë recetën e plot, sa të filloj dhe skuqet krepa jon, të krepave të mbushura pikërisht me mish të grirë, me qep, me speca. Kështu t'japësh formën, në? Po. Okej. Kanë dhe më tepër pamje. Po duan pastaj, ka më mënyra të ndryshme për t'i dekoruar.
Ja ku e keni dhe recetën, krepa me mish të grirë dhe beshamel në furrë. Për brumin e krepave, 2 vezë, 1 gotë qumësht, 1 gotë ujë, vaj, gjithashtu, miell 1 gotë e gjysmë, krip. Për mbushjen, mish të grirë, qep, spec të kuq, salcë domatesh, krip dhe erza sipas dëshirës dhe beshameli me gjalp, miell, qumësh dhe djath kaçkavall të grirë. Opa! Ajde! Gati e para. Bëjmë të dytën. Se ta kthej dhe njerë unë tani. Bëjmë të dytën. Ja, për të pjekur pjesën tjetër të krepave. Më pas, çfarë gatuajmë? Do bëj supën? Edhe një supë, që i shkon shumë edhe recetës së krepave. O, ty të lumshin duart. Nuk janë thjesht për mëngjes, është një recetë e një vakti kryesor të plotë, ka mishin, beshameli ka vezën, kështu që kemi dhe proteina. Çfarë krepe është vërtet e mëndafsht. Ka qëndruar mjaftueshëm. Nuk duhet pjekur shumë, të duhet pjekur pak sa të zihet, sepse do vendoset në furrë. Shtoj pjesën e mbushjes. Pa tjetër që... Pastaj do t'i bëjmë një ndarje që të shtojmë beshamelin, ka përshtypje në direkt pjesë. Sipër. Pra ka urdisëm qepën, mishin e grirë, kemi shtuar salcën e specit. Ua, nuk e di më mori dhe uria. Po kjo aroma është ndjellëse. Është aroma që e bën këtë... Ja, edhe pak do ta kthej sepse nuk na duhet shumë... Shumë pak, po. Shumë pak. Të shkojmë të marr pak djath kemi sa të duash. Djath. Dëgjoj, e do me djath. Do shoqërojmë edhe petullat. E do me... Kështu një rrugë e 2 punë, 6 kaçkavall apo... Opa, ja. Domethënë, mua më vën të bëj krepa se e kthej tigani, saq domethënë. Dëgjoj, ajo është zotësi. O, djath. Shtoj edhe në qik dhe beshameli, se... Pa tjetër që po. Po, vendos këtu një herë. Djathi duhet faktikisht i fort, po nëse s'keni. Vendoset e djath bardh, pa tjetër. Ne këtu kemi të bardhe, të forte, të bute. O, bura Androniki, bravo. Opa. Të lumt. Sërish djathin këtu unë. Se s'ka rëndësi se qa shtrese unë vendos mishin a vendos djathin. Nuk shtoj vaj, nuk shtoj gjallë, absolutisht fare, Sa kemi bërë atë 2? Sa janë ato bëj? Mund të bëjnë dhe 2 të tjera. Po. O, tërheq pak. Sa kemi orën? E 26, shtojmë dhe pjesën tjetër të mbushjes, kështu që avash ju paka shumë e krijuat idenë se si do t'i rendisni krepa dhe si do t'a zbukuroni apo jepni shije kësaj recete të veçantë për fëmijët, familjet tuaj, që ka shumë element brenda, i jep shije dhe e bën të veçantë një tavë të tillë, krepa ndryshe. Këtu. Ta kthej dhe këtë tjetrën unë dhe e mbyllim, pastaj kalojmë publicitet. Ja ku kam dhe beshamelin, shtoj dhe një pjesë djathi te beshameli. Me vete. Pjesë gjithmonë që jënë vetën me pelikola dhe keni. Qëndron e butë, nuk thahet, kështu që do të ruajmë dhe produkte dhe mënyrën se si mbajmë ato në frigorifer. Kemi të reguar erë pasere, një kujdes i veçantë për të shmangur aromat e pakëndshme apo ndikimin që mund të kenë tek ushqimet të ndryshme në frigorifer, sipas rafteve. Ja të piqet edhe pak. Po të duam ne? Mirë. E bën pak më kremoze, nuk e lë të jetë shumë e thatë. Më e pasur me shije. Prit, unë e kam me 2 herë tani, se me një herë nuk theta. Kur e ke doppio 6, e ke me 2 herë. Mirë do ishte, po si e në shefa kuzhine. Ashtu duhet, a që bu duhet këtu. Po. Ja, sa të se është brunë fare. Mundohem ta bëj pak si vetja shkrusi shtata. Unë am të tanike faktikisht, po s'ka. Ai, vendosim dhe shtresën e fundit dhe mbyllim të recetë se shumë e kemi zgjatur. U mërzit edhe publiku. Jo, me publiku nuk mërzitet. Si mërzit ka publiku?
të duhet dhe një tjetër besoj. Edhe një më duhet. Mua për mbyllje dhe jemi në të duhurën. Ja. Tu ka mbetur edhe, shiko, kjo do jetë perfekte, se e shof që nga përhapja në tigan. Po perfekte duhet ajo e fundit fare. Që të mbuloj. Okej, ne po e vendosim gjatë publicitetit, që të mos i marrim kohë dhe sponsorave tanë, kështu që rikthehemi shumë shpejt, mos u largoni. Atëherë, ne jemi në fund të sjellë dhe krepat, përpara se të përshëndeteni. Sigurisht, nuk po e sjell të përfunduar. Duhet të marrë atë ngjyrën e mirë të kuqeremt të plot, i ndani, ftohet dhe normalisht që duan të bëhen